Transmeton Ibn Ethiri edhe Ibn Hishami, këto janë historian më të njohur edhe të vjetër islam. Këto transmetojnë biografinë, më së shumti biografinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, këta e kanë trajtu, edhe çështje tjera. Këto transmetojnë se Hatixha radiallahu anha, Hatixha pra ishte apo është gruaja e parë e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Hatixha thot ishte një tregtare e njohur në Mekë. Ajo i punësonte njerëzit apo ata të cilët kishin nevojë me një fitim të saktuar. Pra, si që njihet në fikun islam mudarabe. Pra njërën anë, pakes mund dalëm për asaj për bisedës, po të shpjegojmë këtë. Njërën anë, për shembull, është e financimi, anën tjetër është e mundi i dikujt. Edhe kështu që pastaj fitimi që del prej asaj mund, domethënë, sipas marrëveshjes mund të caktohet. Tudi palët sipas marrëveshjes mund të caktojnë fitimin. Pra Hazreti Hatixha radiallahu anha, ajo në këtë mënyrë vepronte me njerëzit apo me bashkëpunëtorët e saj.